poemën Teatri Kosovë, që u botu në 10 orë, që është të ka që në 9 orë vitit ka shumë, u ribotu, sepse kjo u botu në kuadrë një librit të përpashëm, por këtu ka dalë këtu, vetë lezuesit kanë kërku më botu si poemë veçantë. E sidomos, për këte ka kërku ky vlerësuesi Timo Merkuri, është i njoftun në Sarandës, estet i njoftun, ai ka kërku që të botohet veçmas. Arsyeja, Teatri Kosovë, jo Teatri i Kosovës, por Teatri Kosovë. E kam mendu, Kosova është teatr. Janë ngrit perdët, këtu gjithka ndodh, gjithë regjisorët, temat, regjisorët, artistat, këtë janë t'jashtëm, jo të mërënshëm. Ne që jemi të mërënshëm, na vetëm dur të rëkasim. Kjo është ajo ironia që unë e shoh në bazë Teatrit Kosovë. Dhe në bazë kësaj, kur e kam shkru këte, si satirë me fjalë tjera, kam bo edhe aso loje, me fjala, Iago i Shakespeare-it. Do më lajmëru në gjyqin e Kosovës se ja kanë vjedhë identitetin. Iago ishte një idiot madh, ka qenë një idiot i madh, Shakespeare-i që ka përshkru, edhe ai ja kanë vjedhën identitetin Kosovë, ku janë. Eschili ka morë do shok prej Atinës, ku hyj para planit me ardhë Prishtinë, sepse tema aq shumë ka letraren, si sa me të vërtet është, kur tham unë vetë atë tema i zhej, po Eschili po vjen tash prej atje se ka shumë tema, ka tragjedi, ka komedi, ka gjithçka, ku në teatrin Kosovë, ku janë perdët e ngrituna, edhe gjithçka po ndodh me regjinë e jashtë.